Vitet e fundit turizmi në Shqipëri ka ardhur duke u rritur dhe kjo fal bukurive të shumta që vendi ynë ka. Një bregdet spektakolar, qytete mahnitse prej guri, male me pamje që të lën pa frym dhe po ashtu një kryeqytet inovativ. Më poshtë do t'ju prezantojmë 12 nga këto bukuri të panumërta që vendi ynë ofron, nga veriu në jug, të përzgjedhura nga vetë preferencat e nxënësve. Shikim dhe dëgjim të këndshëm. Valbona ndodhet në qarkun e Kukësit dhe në rrethin e Tropojës, 25-30 km në veri perëndim të qytetit Bajramçuri. Shtrihet midis malësh të larta dhe të sepisura të mbuluar me një kolorit fantastik ngjyrash në çdo stil, duke dhënë kështu imazhin e një lagune plot labirinte të papritura. Ka një sipërfaqe prej 8000 hektarësh dhe konsiderohet si mrekullia e Alpeve shqiptare. Larg në malet e Shqipërisë, me kufim e malinezisht, rrjedh fshati i vogël turistik i thjeshtë, i rrethuar nga Alpet e Shqipërisë dhe me shtëpitë karakteristike malore. Parku nacional, kulla shekullore, kanjoni dramatik dhe ujvaret që vijnë nga malet, presin për të zbuluar nga mira turistë çdo vit. Shkodra, e vendosur në veri të Shqipërisë. Ky qytet është shumë i qetë, qyteti i biçikletave. Arkitektura është sikur të jesh pjesë e filmit antik me urat e gurit, kala e Rozafës, xhamia e Plumit, vija bregdetare, edhe liçeni po ashtu i shtrojnë atraksionin këtij qyteti. Një ndër qytetet më historik në Shqipëri, qyteti i gjerë Kastriot Skënderbeut. Ndër atraksionet e këtij qyteti mund të përmendim pazarin e vjetër, që është zemra e këtij qyteti, kështjella e Krujës dhe Muzeu Kombëtar i Gjergj Kastriotit. Tirana. Si kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana bie të gjithë historinë dhe kulturën e vendit tonë. Nuk janë monumentet apo bukuritë natyrore që bëjnë një vend tërheqës, por edhe gjallëria që ai ka. Shtëpia e shumë muzeve, bunkart dhe një atmosferë gjallëruese. Berati është një qytet i mbrojtur nga UNESCO, i quajtur ndryshe edhe si qyteti i 1 dritarëve. I ndërtuar me një arkitekturë mbreslënëse, i rrethuar nga male dhe lumin që kalon në të një kalar shumëvjeçare. Të gjitha këto e bëjnë Beratin një qytet shumë atraktiv. Gjirokastra është qyteti i një shkallës së qyteti me rrugë charmante. Bukuria dominante e qytetit është kalaja e saj ndërtuar në fillim të shekullit 19, një shembull i ndërtimeve otomane. Çfarë bën këtë qytet të më interesante që duket sikur aty koha ka ndalur. Vendosur në luginën piktoreske të Vjosës në juglinë të vendit, është vendosur qyteti i Përmetit me vetëm 10.000 rezident, i referuar edhe si qyteti i trëndafilave. Është një nga qytetet me më shumë gjelbërim edhe më të pastër të vendit tonë, me ure termale dhe urën e ngurtë që i shtojnë atraksionin këtij qyteti të bukur. Pogradec, Trilon Lin, një qytet me një turizëm ujor, malor dhe historik. Shërë në lëshinin e Ohrid më i thellë në Ballkan, me fshatin piktoresk, Lin, Trilonin, kala dhe bazilikën e shumë bukuritë të tjera natyrore dhe historike. Nëse doni të shkoni me pushime në verë, shkoni në Dhermi, me detin e kaltër, me qiellin blu dhe gruat e arta kënaqësh plot. Dhermiu është fshati i dytë i Himarës, të cilit i shikon detin e pastër dhe të kaltër. Saranda, Butrinti. Një paresë e vogël me plazhe me gur të bardhë, me del të kaltër dhe me një pamje që të lë pa frymë. Përpos kësaj, një atraksion turistik është edhe parku kombëtar i Butrintit, me historinë e tij dhe magjia e syrit të kaltër. Një vepër e jashtëzakonshme natyrore. Ksamili, një bukuri e rrallë e bregdetit shqiptar, është konsideruar si një nga plazhet më të bukura për shkak të ngjyrës së tij të kaltër, bregdetit të pastër ranor dhe ishujve të afërt.